Lavdar Jezu Krishti dhe mirëmëngjesit të dashur të gjues të Radio Marisë së Kosovës. Ju ftojmë që të lutim së bashku lutjen e mëngjesit. Sot është e enë dhe jemi në javën e 6 të kohës së Pashkëve. Psalmet i marrim nga java e 2 e psalterit. O hymë e janë ndim, O Zot, shpejto të më ndihmosh. lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. Kori i Jeruzalemit të ri, himnin e ëmbël të këndoj, e me gëzimet e urta, festën e Pashkëve të kremtoj. Ku Krishti luan i pathyeshëm, kundër të mposhturit dragua. Kur lëshon Zë të fuqishëm, shpirtrat nga vdekja ka shpëtuar. Prejnë që kish ngrëni prapi, e kthen përsëri tartari, liruar nga robria, turmat prapa Krishtit ven. Ai nga dhënien shkëlqyeshëm dhe i denj në tër hapësirën e atë dheun, qiellin e tokën i shndërron në një shtet të vetëm. Me këngë t'i lutemi atij si ushtar që i këndojnë mbretit, që ai të na vendos në pallat të vet të dritë. Të jetë gjithherë përmendjet, o Krisht, gëzimi i Pashkës, e ne me hir të rilindur në mbledh në fitoret të tua. Jezus ty të qof lavdia, që shndrit me mundje të vdekjes, bashkë me atin e me shpirtin, në gjithë shekujt burim jete. Amen. Antifona e parë. Unë jam hardhia e ju shërmendet. Aleluja. Psalmi 80. Vizitoje o Zot vreshtin tënd. Dëgjo ti o bariu i Izraelit, ti që i prin Jozefit si grigjës, ti që rri në fron mbi kerubin, shkëlqe para Efraimit, Benjaminit e Manaseut. Zgjoje pushtetin tënd dhe janë ndim për të na shpëtuar. O hy, dhe na për të ri, kthjelle fytyrën tënde e na shëlbo. O Zot, hyj i ushtrive, deri kur do të hidhrohesh në lutjen e popullit tënd? Deri kur do të na ushqesh me bukë lotësh, e do të na japësh të pim ujë lotësh me shumicë, na bëre shkagrindjeje për fqinjët tanë, e armiqtë tanë po qeshen me ne. O hyj i ushtrive, dhe na përtri, kthjelle fytyrën tënde e na shëlbo. Vreshtin nga Egjipti e nxore, e për ta mbjellë atë paganët i dëbove, tokën ja përgatite, lëshoi rënë dhe mbushi tokën. U mbuluan malet me hijen e tij, me gema të hardhisë u mbushën cedrat e hyjit, pinjollët e tij arritën deri në det, shërmendet i qiti deri në lum. Gardhin pse ja theve, që ta vjel çdo kalimtar, e dëmtoj deri i egër, e kulloti çdo e gërsir. Kthehu hyj i ushtrive, shikoje nga qielli e shihe, e ja shihe këtë vresht, dili Zot se ti vetëm bolle, djali që për vete e rrite. Ata që e dogjen dhe e prenë, le të sharrojnë prej kërcënimit të fytyrës sate. Dora jote qoftë mbi njeriun e së djathtë të sate, mbi birin e njeriu që për vete e rrite. Kur më nuk do të largohemi prej teje, na përtëri e do ta thërasim emrin tënd. O Zot, hyj i ushtrive, dhe ti na përtri, kthjelle fytyrën tënde e na shpëto. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. unë jam hardhia e ju shërmendet. Aleluja. Antifona e dytë. Me galdim do të merrni ujë nga burimet e shëlbimit. Aleluja. Kënga e Izais profet, kapitulli 12. Brohoritja e popullit të shëlbuar. Të falenderoj o Zot, se megjithse ishe zemruar kundër meje, u qetësua hidhrimi yt e ti më ngushëllove. Që hyj i shëlbuesi im, kam besim e nuk kam frikë, sepse fuqia ime e mburrja ime është Zoti, ai është shpëtimi im. Me galdim do të merrni ujë nga burimet e shëlbimit. Edhe thoni atë ditë, falenderojni Zotin, thirreni emrin e tij, shpallni ndër popuj veprat e tia. Kumtojeni madhërinë e emrit të tij, këndoni Zotit sepse krijoi
mrekulli, le ta marrë vesh bota mbar. Brohoritni e këndoni lavde ju banorët e Sionit, sepse i madhërishëm është në mesin tuaj, shenjti i Izraelit. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë në jetës amen. Me galdim do të merrni ujë nga burimet e shëlbimit. Aleluja. Antifona e tretë. Zoti na ushqen me më të mirin grur. Aleluja. Psalmi 81 për të rritja madhështore e beslidhjes. Duar trokit një hyjit ndimtarit ton, brorit një hyjit të Jakobit, le të tingloj cetra të ushtoj tupani, harpa e këndshme e cetra të jehojnë. Le të ushtoj boria hënës së re, në hënën e plot, ditën e së krem të son. Sepse kjo është ligj për Izraelin, urdhëresë e dhënë prej hyjit të Jakobit, urdhër që i u dha Jozefit kur doli prej tokës së Egjiptit. Dëgjova një zë që se njihja, nga barra krahët ja çlirova, nga duart ja hoqa shportën. Në ditë të vështirë më thirre e unë të shpëtova, të jam përgjigjur i fshehur në stuhi, të vura në provë tek uji i Meribës. Dëgjo populli im, dua të të qortoj, o sikur të më dëgjoje ti o Izrael, pran teje tjetër Zot të mos kesh, Zot të huaj mos adhuro. Sepse unë Zoti jam hyji yt, unë që të nxora nga dheu i Egjiptit, hape gojën tënde se dua ta mbush. Por populli im se dëgjoi zërin tim, Izraeli nuk pati kujdes për mua, prandaj i lash në nkurtsinë e zemrës së tyre, le të jetojnë si u pëlqen atyre. Po, sikur të më dëgjonte mua populli im, sikur të ecte Izraeli udhëve të mia, po, atëherë shpejt do t'i përulja armiqtë e tij, do ta rëndoja dorën mbi kundërshtarët e tij. Armiqtë e Zotit do ta përkthjelnin atë, pati i tyre do të ishte i volosur për amshim. Unë do t'i ushqeja me më të mirin grur, do t'i ngjija me mjalë të nxjerrë nga shkëmbi. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë në jetës amen. Zoti na ushqen me më të mirin grur. Aleluja. Leximi i shkurtër Veprat e Apostujve, kapitulli 13, rreshta 36 deri 38. Davidi pasi në jetën e vet u shërbeu planeve të hyjit, vdiq dhe që varrosur pran etërve të vet, dhe trupi i tij u kalb, kurse Jezusi, të cilin hyje ngjalli, nuk u kalb. Le ta dini pra o vëllezër, se në për këtë ju kumtohet falja mëkateve. Përgjigje e shkurtër. Krishti u ngjall prej së vdekurish. Aleluja, aleluja. Krishti u ngjall prej së vdekurish. Aleluja, aleluja. Ai shpalli faljen e mëkateve. Aleluja, aleluja. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. Krishti u ngjall prej së vdekurish. Aleluja, aleluja. Kënga ungjillore e Benediktus. Antifona. Edhe pak kohë e nuk do të më shihni. Prap edhe pak e do të më shihni. Unë po shkoj tek Ati. Aleluja. Kënga Zakarisi pas Lukës ungjilltar, kapitulli i parë, Mesia dhe paralajmëruesi i tij. Qoftë bekuar Zoti, hyj i Izraelit. Që e pa dhe shpërbleu popullin e vet. Ai e ngriti shpëtimtarin ton në shtëpinë e Davidit, shërbëtorit të vet, sikurse premtoi ka herë, me gojë të profetëve të tij të shenjtë, se do të na shpëtoj prej armiqve tan, dhe prej dorës së të gjithë atyre që na urrejnë, se do të bëj mirësinë që ua premtoi etërve tan, e do t'i bjerë në mend beslidhja e tij e shenjtë, e betimi që bëri në të mirën e Abrahamit Atit ton, se do të na bëjë të mundshme t'i shërbejmë pa frikë, të çliruar nga duart e armikut. në shenjtëri e drejtësi para tij për çdo ditë të jetës sonë. E ti o djalosh do të quhesh profeti të Tejet Lartit, Sepse do të shkosh përpara Zotit për t'ja përgatitur rrudhët,
për ta vënë në dieni popullin e tij. Se hyi do ta shëlboj duke ja falur mëkatet e tia, Në saje të zemrës së dashur të hyjit ton, që do të na dërgoj në pasi prej qiellit diellin, për të shndritur ata që gjenden në errësirë dhe në hijen e vdekjes, për t'i drejtuar hapat tanë në udhën e paqes, lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë, si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. edhe pa kohë e nuk do të më shihni, prap edhe pak e do të më shihni, unë po shkoj tek Ati. Aleluja. Lutjet e besimtarve. Hyi atë e dha birin e vet si fillim të ngjallurit dhe të jetës së re. Në emër të Tij ta ngrisim lutjen tonë të përvujt. Shenjtroje popullin tënd, o Zot. Në dalje i udhhoqe hebrejt me anë të shtyllës së zjarrt, bëj që Krishti të jetë për ne drita e jetës. Shenjtroje popullin tënd, o Zot. Në malin Sinai e mësove popullin me ligjin tënd, bëj që Krishti i ngjallur të jetë sot për ne fjalë e jetës. Shenjtroje popullin tënd, o Zot. Në shkretë të tir e ushqeve popullin tënd me manë, bëj që Krishti i ngjallur të jetë për ne sot bukë e jetës. Shenjtroje popullin tënd, o Zot. E shove etjen e popullit tënd me ujë që buronte nga shkëmbi. Bëj që Krishti i ngjallur të na e falë sot atë që është shpirti i jetës. Shenjtroje popullin tënd, o Zot. Ati ynë që je në qiell, u shëtroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bëft vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liro nga i keqi. Amen. Të lutemi, o hyj, ti i bëre pjesë popullit tënd në të mirat e shëlbimit, bëj po të lutemi që gjithmonë të dim të falenderojmë e të lavdërojmë për ngjalljen e shëlbuesit ton, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Zoti na bekoft, na ruajt prej çdo së keqeje dhe na udhëheq në jetën e pasosur. Amen.